Çfarë thot shkenca për trafikun? Kalimi shpejt nga një korsi në tjetrën mund të rëndoj kolonën. Të nisësh një udhëtim me makinë dhe më pas të mbetesh në një kolon të gjatë është një nga situatat më irrituese për shoferët. Përballë bllokimit, shumë prej tyre përpiqen të fitojnë kohë duke kaluar vazhdimisht nga njëra korsi në tjetrën. Ekspertët megjithatë thonë se kjo sjellje rrallë e shkurton udhëtimin e madje mund të rëndoj trafikun për të gjithë. Doktoresha Randa Herzalla shpjegon se bazuar në matematikën e trafikut, ndërimet e vazhdueshme të korsisë zakonisht nuk japin rezultatin që presin drejtuesit e automjeteve. Ajo tha se kushdo që e ka vështruar me zili korsin gjitur, duke menduar se po ecën më shpejt, nuk është i vetëm në këtë perceptim. Sipas saj, shumica e njerëzve mendojnë instinktivisht se kalimi në korsin tjetër do t'i ndihmojë të mbërrinë më shpejt në destinacion. Por për llogaritjet matematikore tregojnë se kjo përshtypje zakonisht nuk është e saktë. Përse kalimi në një korsi tjetër e rëndon qarkullimin, sa herë që një makinë zhvendoset nga njëra korsi në tjetrën, drejtuesit e automjeteve përreth detyrohen të përshtatin lëvizjen e tyre duke ulur shpejtësinë, frenuar ose duke ndryshuar hapësirën mes makinave. Një manovër e vetme mund të shkaktojë vetëm një pengesë të vogël. Kur të njëjtën gjë e bëjnë shumë shofer, efektet bashkohen dhe prodhojnë val ngadalësimi. Herzalla tha se çdo ndërim korsie sjell një çrregullim të vogël, ndaj të cilit duhet të reagojnë automjetet fqinj. Ajo shtoi se kur kjo sjellje përsëritet nga një numër i madh drejtuesish, shqetësimet grumbullohen dhe rritet mundësia që të krijohen val trafiku. Përrjedhoi, ajo që një shofer mund ta konsiderojë si zgjidhje të zgjuar për veten, mund të ngadalsojë qarkullimin e të gjithë përdoruesve të tjerë të rrugës. 3 këshilla për të përballur më mirë kolonën. Sipas ekspertes, ndikimi i trafikut mund të kufizohet nëse shoferët zbatojnë 3 udhëzime të thjeshta. Rregulli i parë është ruajtja e një largësie të sigurt nga makina që ndodhet përpara. Një hapësirë mjaftueshme krijon mundësi për të reaguar, pa qenë e favorshme të frenohet papritur. Këshilla e dytë lidhet me përshpejtimin dhe frenimin gradual. Veprimet e buta e mbajnë ritmin e qarkullimit më të njëtrajtshëm dhe ndihmojnë që të mos krijohen kolona ku automjetet ndalen dhe nisen pa pushim. Së treti, drejtuesit duhet të mos ndërrojnë shpesh korsi, vetëm për të avancuar disa metra. Herzalla shpjegoi se matematika aplikuar tregon se drejtimi më agresiv i automjetit nuk është rruga më e shpejtë për të arritur në destinacion. Sipas saj, zgjidhja më e mirë është që secili shofer të kontribuojë në ruajtjen e qëndrueshmërisë së të gjithë sistemit të trafikut. Nëse këto këshilla do të ndiqeshin nga një numër i madh drejtuesish, mund të shkurtohej koha që kalohet në kolona, si formohen valët e trafikut. Bllokimet rrugore nuk lidhen në çdo rast me aksidente, punime ose mbyllje korsish. Në disa raste, gjithçka mund të nisë nga një shofer që frenon befas. Makina pas tij detyrohet të frenojë pak më fort, ndërsa secili automjet që vjen më pas duhet ta ulë shpejtësinë edhe më shumë. Ky reagim zinxhir lëviz drejt pjesës së pasme të kolonës në formën e një vale, derisa makinat ndalojnë plotësisht. Ndonse përpara tyre mund të mos ndodhet asnjë pengesë e dukshme. Ruajtja e distancës dhe ulja graduale e shpejtësisë mund të zbusin këto valë dhe të ndihmojnë që qarkullimi të vazhdojë në mënyrë më të rrjedhshme. Semafor me pritje më të gjata për të frenuar përdorimin e automjeteve. Këto rekomandime pasojnë sugjerimin e disa studiuesve të tjerë se zgjatja e pritjes së makinave në semafor mund të shtyjë qytetarët drejt mënyrave më të qëndrueshme të transportit. Sipas tyre, funksionimi i semaforëve nuk kufizohet vetëm tek menaxhimi i lëvizjes automjeteve, pasi ata mund të ndikojnë edhe në zgjedhjen që njerëzit bëjnë për mënyrën e udhëtimit. Kur koha e pritjes për drejtuesit zgjatet, ata mund ta fillojnë të marrin në konsiderat mundësi të tjera përfshirë transportin publik, ecjen dhe biçikletën. Studiuesit propozojnë që autobusët, ciklistët dhe këmbësorët të kenë më shumë kohë me sinjal të gjelbërt në mënyrë që këto alternativa të bëhen më tërheqëse. Ata deklaruan se simulimet e tyre tregojnë se një shkurtim i moderuar i kohës së dritës së gjelbërt të caktuar
për makinat mund t'i drejtojë udhëtarët drejt ecjes, bicikletave dhe transportit publik pa kërkuar investime të shtrenjta infrastrukturore. Në vlerësimin e tyre semaforët nuk duhen parë vetëm si mjete për kontrollin e trafikut, ata mund të shërbejnë edhe për nxitjen e transportit urban më të qëndrueshëm dhe krijimin e qyteteve më të shëndetshme. Udhëtimi me automjet mund të bëhet më i gjatë. Studimi vlerëson se zakonet e udhëtarëve mund të ndikohen nëse koha e dritës së gjelbërt për makinat shkurtohet me 10 deri 20%. Nga ana tjetër, një ndërhyrje e tillë mund t'i shtojë disa minuta çdo udhëtimi me automjet dhe ta zgjas ato në mënyrë të dukshme. Për ata që zgjedhin të vazhdojnë përdorimin e makinës, udhëzimi kryesor mbetet i qartë: të ruajmë distancën, të mos frenojmë papritur dhe të mos i dorëzohen tundimit për të kaluar vazhdimisht nga njëra korsi në tjetrën.